Mirëmëngjesi, ju përshëndes mirë se erdhët në Rezedielje ku takohemi në transmetimin ton të drejt për drejt. Sot vi me dy histori të bukura. Historia e Artës, një vajzë nga Dukagjini, e cila nisi nga zero në Itali dhe sot është në sallonet e famshme të Aldo Coppolas. Do të na rrëfej historinë e saj dhe se si këmbgulja bashkëshortit e bëri atë të niste këtë rrugë të bukur të parukerisë në një nga sallonet më luksoze, më famoze, që ka një koncept ndryshe nga sallonet e tjera që quhet Aldo Coppola. Pikërisht këtë koncept të bukurisë, Arta e sjell edhe në Shqipëri. Do të na rrëfej nga ajat e zhëja gjithë historinë e saj të bukur, pikërisht këtu në një nga pikat ku ajo ka vendosur që t'i sjelli edhe vajzave shqiptare pikërisht këtë koncept të veçantë për bukurinë. Aq më tepër në koncept përfshihet termi vajza të puthura nga dielli, vajza natyrale. Do ta ndjekim pikërisht këtë material, ndërkohë në studio do të mirëpresim një prej themeluesve të një platforme të veçantë që quhet alodoktor.al. Është platforma e parë shqiptare që e lehtëson pikërisht lidhjen mes pacientit edhe mjekut. Kjo platformë do të funksionojë në mënyrë të tillë që edhe diaspora të ketë mundësi të lërë orare, takime apo konsulta si në klinika, ashtu edhe videokomunikim për prindrit, për njerëzit e afërm, për veten tonë, duke shmangur këto radhët e jashtëzakonshme që na ndodhin nëpër klinikat e mjekëve profesionist. Për të treguar më shumë detaje rreth kësaj platforme, na ndiqni pas pak në orën 15 do të jemi me një prej themeluesve të kësaj platforme. Tani është momenti të nisim recetat. Na ndiqni ju anvisa, kështu që shkojmë menjëherë te Bana. Dhe ja ku jemi në kuzhinë, fillojmë punën tonë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe o të rëndafil me ves. Dhe të ta mbaj tani unë këtë beten. Pita, s'kemi qytë. Mirëmëngjes o të rëndafil me ves. Sota kemi ves të mbushura. E të speca gjithashtu. Prandaj ju në ndishti që ne jemi këtu. Si i mbushin vezët njerë? Si i mbushin vezët njerë? E la shkaj, s'ka të moj. Do t'i mbushësh vezët apo jo? Nuk e tash vetëm përim. Dhe do të mbushen me të vërtet. Shude po. E pra këto janë paka shumë recetat, me qënë se u përmëndëm paka shumë në këtë bejte gjinë tonë. Patjetër, këto janë recetat paka shumë, me sponsorat tanë që ne kemi lumë. Lumë si unë. E lëmë të pjesën e humorit. Po kush kon dita pa humor? Çdo sekondë dhe çdo orë, dhe këtë orë ne jemi me këto ngjarje, zhvillime, me këtë vrapin e jetës, pse mos qeshim, më mirë të qeshim. Patjetër, kemi një tavë me oriz. Tavë orizi. Mish të grirë, me speca, që ti them çfarë përmban e gjithë tava. Unë kam vendosur mishin e grirë, normalisht pa yndyrë, pa gjë fare, vetëm me ujë, gjë që tashmë është zier dhe unë shtoj yndyrën. Tek yndyra patjetër që unë do të shtoj salcën, sikurse dhe qepën, sepse me salcën jap edhe lagështirën e duhur që duhet qepës për të zbutur. Por, nuk më duhet edhe një zbutje u bubu, sepse i gjitha kjo do të kaloj në furrë. Por, e ndihmoj, patjetër që e ndihmoj duke i vendosur kapakun. Dhe, vi sërish në prerjen e specave, gjë që kam kripa piperi rigoni, këtu kam orizi, një ka orizi shumë me leta orizi, dhe sa mas orizi kam, mua më duhet të kem diku te 500 ml ujë, normalisht duke vendosur edhe të salcën, pra 2 domate që unë kam, diku që shkojnë tek në varësi 300-400 ml, po 500 e plot nuk është faktikisht 500 e plot. Largoj specat, këtu kam zier, thjesht sa i kam zgjutur spinaqin, sepse kam një recetë që dje faktikisht mua nuk më doli koha dhe do ta bëj sot. Kam bishat e spinaqit, e kam thënë që asnjëherë mos neglizhoni asnjë pjesë të spinaqit, sepse kanë përdorime. Aty kur na duhet, për shumë na duket që për çfarë dua, duar për suprat, sikurse edhe për t'i bërë
të skuqura, gjethe të skuqura, kemi thënë, kërcej të skuqur, me vezë. ose ndryshe si që themi në gjuhën tempura. Çfarë tempura? Mjelli bashkë me një seshten, e përzjera e pa të tempurën. Ato video që në thonë bubuse qarë është, ja shumë të thjeshta. Kap edhe pjesën tjetër, normalisht, duke e larguar farat, edhe pjesën e delit, sepse ka pak problem stomaku, kush është pak me problem në stomaku, jo të gjithë i duan pjesën e brendshme. Është një soj, si puna e kalamares, që mbahet, është një plastik që mbahet në pjesën anësore. E njëjta gjë është. Pastroj mirë, se Kish në apin dhe ato shqecimet në stomak, to pjesa brendshme. Faktikisht janë mbajtur për një stomak të fortë. Normalisht, po të konsumosh edhe ushqime si përdorëm këtu që konsumoj për shumë direkt të nxehtin fare, pra duhet të kem një stomak me mure betoni. Po ato muret e betonit që ku kanë filluar të rëzohen avash avash. Pra ne dhe po i bëj zmet. Kujdes është i ngreshet i mbash fort. Po. Është që fillon atë gjërat e vogla. Largoj kapakun dhe vendos specat. Pra, shtoj specat. Gjithmonë vendos një copë tek taliera që mos të lëvizi. U plotësuan ngjyrat aty. Aty kemi qepën, mishin edhe specat. Dhe nuk e lë që specat të zbuten, sepse shtoj direkt orizin. Shtoj përbërësit. Kripa, piperi, rigoni, një përzierje dhe shtoj dhe pak lëng nga spinaqi që unë thash. Nuk e shtoj ujin, po shtoj lëngun e spinaqit. Tham që na duhet diku te 500 mililitra. Është një gatim shumë i duhur. Shtoj tomate, pure. Salcë tomates që e kam bërë pure. Dhe pa tjetër, sa na duhet masa e orizit. Masa e orizit na duhet gjithmonë 1/2. Por, kemi dhe oriz për shembull që kërkon një masë duke shtuar edhe një gjysmë gote më tepër, 1/1/2. Dhe çfarë orizi është ai orizi i verdh. Që të plotësoj. Kjo masë përfundon në furrë. Totalisht, masën e 500 ml ujë janë në rregull. Pra kemi shtuar lëngun e spinaqit, bishtave të spinaqit. S'na mbetet që tjetër, përveç se ta shtojmë Le të marr pak bimë aromatike, pra nuk e përdora ujin fare. Ja të fusim edhe këto. Të shëndrojnë gjithmonë me ngjyrë në tyre të çfarë ngjyrë klorofilit tyre është. Edhe pse tani është vap dhe nuk i kishim në frigorifer këtë mëngjes. Jo gjatë natës kanë qenë në frigorifer, po të mbuluara me një qese që të mos arrin të oksidohen. Duke hapur edhe vrimat e qesja. Po, për tu aerosur. Majdanoz. Fura e para ngrohur, që gjithmonë na nxjerr faqe bardhë. Opa! Një aty në furrë lëngjit do të përthithen, no? Të jetë një tavë dhe jo e lëngshme, po tavë. E plot nga orizi. Dhe specat japin dhe arome dhe ngjyrë dhe shije shumë të mirë. Ja.
ngjyrë e bukur fort. Super. E marrë dhe kombinuar vendosur shumë mirë të dhe me fure para tavën, ngrohur. Niki vetëm më hap pak. E vendosin për të pjekur, që anvisat në fund ta shohin edhe si do t'jetë pamja përfundimtare e tavës tonë, ndërkohë së bashku bëjmë një përmbledhje të përbërësve që na u deshëm për përgatitjen e kësaj tave me oriz, me mish të grirë, speca të kuqe. Ju duhen 400 gram speca të kuq dhe jeshil nëse doni, ose nëse doni t'i kombinoni, ose të zgjidhni njërën prej ngjyrave, mish i grirë 200 gram, 100 gram oriz, një qep e madhe, 2 lugë gjelle salcë domate, një lugë gjelle vaj për person, e llogarisim gjithmonë në gatimet tona, këtë përmas, piper të zi, krip dhe 500 ml ujë të nxehtë, ose nëse keni ndonjë lëng perimesh, mund t'ja shtoni si që shtuam ne lëngun e spinaqit. Tani, përgatitemi për recetën tjetër, bëjmë një shkëputje promocionale, rikthehemi përsëri me recetën e dytë. Vazhdojmë me recetën tonë të dytë, përgatitëm në furr një tavë me speca të kuqe, jeshil, mish të grire dhe oriz. Tani kemi një recetë me vezët Ovital. Gjithmonë zgjedhja jonë, 4 vezë të kuqe, qep, 4 rraf qepësh. Du të ketë qenë qepa shumë e madhe, byzylyk qepësh. Për këtë recetë. Aty ngel, te byzylyk qepësh. Aty ri, fare. Vendos yndyrën. Qepët. Këto rrathët e kemi qepëve. prer pak në rrath të mëdhenj. I lë pak fare sa të zbuten. Kam krip, piper, djath, normalisht do të shtoj majdanoz, mund të shtoj gjethe qepësh. Qepë njoma, gjethe qepësh. Sa të dua unë them. Kur të na dalin ato qep të njoma? Po. Majdanozi shkon shumë. Se kam bler të freskëta. E kemi thënë? Ta fillojmë me kërcejt? Mjafton që ti presim imët, edhe kërcejt e bimëve aromatike mund të janë shumë mirë të përdorshme në Madje janë më mirë. Tu do t'a lë, ma jep një... Ja, tu i dhe. Të tillja. Të lumt. U zbutën qepët, i zbusim në gjalp, se marin dhe aromën e mirë. Dhe tek secila... Prit, se kam veshme dhe bukur, prit. Dhe tek secila, po, tamam. Tek secila unaz, apo tek secili byzylyk, do të shtojmë nga një kokër vezë. Një ose 2. Varet nga madhësia, po mban 2 Po, një? këto janë danoce. Ska, unë... Të vezë të kuqe janë qik më të mëdhaja, kështu që nga një është mjaftueshëm, ju varësi të vezëve sa të mëdhaja janë. Këtë ngjyrën e kuqe të kuqe. Sigurisht që pjesa tjetër e të bardhës do të përhapet aty në tigan, sepse ndoshta nuk e mban dot balace. Pjesa e poshtë me unazave. Do të shtoj. Krip, piper. Do t'i vendos kapakun, sikurse kam vënë ujun këtu, a thu sikur do krijojë oqean. Një qik fare sa të krijojnë avull për t'u zbutur dhe për t'u mbajtur. Mbulojmë. Ideale për një mëngjes kjo recetë. Kemi gjithashtu dhe djath. Djath të fortë, të grirë, në rende. Dhe absolutisht majdanozi. Gjë që kur Androniki do lexoj recetën do marrë qepët e njoma. Bishta. Patjetër. Të bishtat e qepëve.
Lexoj tani unë, ti marrësh me vrap, i presim të jenë pjesë e mbushjes Një, dy, tre, fillova. të bardha. Hajde, në vend jam, pra fillova. Po vrapoj. Për ta nxjerrë në ekran. Butonat i ka dikush tjetër. Fjalët kam. Omlet në unaza qepësh. Një qep e madhe, të cilën do ta presim në këto rrathët që ju në pat. Kemi 3-4 vezë, një luggjelle gjalp ose vaj ulliri, krip, piper të zi, pak djath kaçkavall të grirë, majdanos ose qep të njoma ose të dyja nëse ju nuk përtoni të vraponi si Alban. Dhe qepët e njoma. Erdhe, bravo. Një vrap të bakshja, do më thënë, Një vrap pele, 2 ditë me gomar. Kanë shumë aromë freskët. Qep majdanos bashkë. Ne kemi kopshin tonë. Që ai që kujdeset shumë mirë. Unë edhe fjalë të mira, thash fjalë. S'la vrapojnë fjalët. Vrapojnë fjalët, vrapojnë duart. Vrapojnë goja. Hapim qika pak, unë shofim që ndodha ty tani. Se është rritur volumi i mbushjes, vezëve, sigurisht janë mpiksur, janë zier, në një farë mënyrë, nuk janë skuq, janë zier. Dhe tani shohim pjesën e mbushjes me qepët e njoma dhe me majdanozin. Dale, se pas kam lëmë pak të varfër të pjesën këtu. E shohim pak tigani ju lutem, që ta kuptojnë dhe anvisat, rreshtat, si do t'i vendosë njëra pas tjetrës, pra qep të njoma majdanos, ta shtesi për edhe kaçkavallin. I vë, edhe për pak, sërisht ka pak. Tigani, ju mund të zindi. Mirë, mbaruam me recetën e dytë, i lexoj edhe njerë, kaq preja. Për mëngjes, një nga mëngjeset më të shpejta. Një nga mëngjeset më të shpejta ishte ky, për të shfrytzuar vezën, për të marrë proteinën dhe për ta bërë atë një shije ndryshe, vendosur kështu në këto rrathët e qepëve, pak kaçkavall, majdanos qep të njoma dhe u bëm. Pak gjalp për arome dhe për ti. Pak kaçkavall, pak fjalë, një rim. Në 5-6 minuta e mbaruam recetën. Diku ikni në rim, prap nesër jemi këtu. Ditë për ditë. Ditë për ditë, ne nuk vëm prit. Kush të dojmë të na shikoj, sepse të në reze po të mjaftoj. Ate po. Shihemi pastaj, pas reklamave, qa gatuaj më pas? Kam qep edhe pras. Okej, ju presim. Mishte u gjejmë përsëri në pjesën e fundit të gatimeve tona, në recetën tonë të tretë. Ju kujtojmë se kemi përgatitur një tavë me oriz, speca dhe mish të grirë. Kemi kaluar tek rrathët e qepëve me vezë, qep të njoma, majdanos, pak piper të kuq dhe vjen një super mëngjes për ju. Ndërsa tani, sjellim një jemi sërish të mëngjes. Të tretë. Kam. Gjethet mund të jenë për mes vakti parë, mes vakti dytë, normalisht kur ne kemi një bukë të zezë, e fara susami, se ma kujtoj gota, kisha haru farat e susamit. Pra, një kombinim shumë i mirë i mëgjesit. Shtoj këtu 27 miell. Janë për bërësit për të vendosur unë qullin. Pluhur pjekës, kripa, piperi kuq i ëmbël, një përzierje, duke ndihmuar me një kokër vezë, me largoj këtu, sikurse, edhe një mas ujë. Kjo është ai qulli. Kjo është qulli. Të cilin mund ta përdorim për shumë gatime të tjera. Po. Sot po e sjellim me këto bishtat e spinaqit, po brenda këtij qulli mund të vendosen dhe perime të tjera, shkopinj. Lutem Niki, më sill edhe miellin, lutem. Po ja ti largoj dhe këto. Tu i kanë vendosur qepët, rrafët e qepëve të mbushur që janë të përfunduar. Do të shtoj
ujë të ftohtë ose kubik akulli. Ila. Aty kemi çfarë është ajo? Mjalt, kam soja, mjalt, solt, soja, po. Gjethet e spinaqit i kam kaluar pak në vlim. Thjesht atë as zbuten, po thjesht ulin pak atë volumin. Tulaten pak, themi ne. Mu do bëj pak, sa për të thënë. Marrë dhe letër tjetër dhe kam vendosur edhe vajin. Ja kemi pirë pak ujin që të mos jenë shumë të njoma dhe ato do të zhyten tek qulli. Shtoj miell. Unë vetë e kam zgjedhur. E kam zgjidhjen dhe zgjedhjen time. Sepse zgjedhja është në varësi, unë zgjedh në varësi si më del mua ushqimi. Dhe zgjidhja është e keni në raftet e çdo supermarketi dhe unë e kam këtu në raftin tim. Ky është qulli ideal. Ideal. Sepse synon që të lyhet të lyen gjethet apo bishtat e spinaqit. Si që kam tharë, Kudrosje. Bëj një spërkatje të mirë të gjetheve me miell. Pra, njërë me miell, pastaj tek qulli, ë? Opa. Pra, kjo tani të jep ato idenë pra të titullit të recetës spinaq në brum. Vendosura në tigan. Pra dhe trashësia e brumit duhet jetë e tillë që të mbetet tek spinaqi, të mos pulloj shumë, as i trash, as shumë i holl. Po më shumë na rrezikon kur është shumë i holl sesa kur është më i plot. Po kur thonë, normalisht, është një miell posaçërisht, që quhet, që bëhet tempura, por edhe do shikoni ato reklamat e mëdha. Jo, me mielin ola bëhen gjitha, me mielin ola. Prandaj, dhe mua më pëlqen që t'ja u tregoj. Prandaj dhe nuk bëj diçka përpara, për shembull. Nëse i largoj unë. Opa, vetëm këtë merr. Po. I kthejmë nga ana tjetër, sa të bukura duken si lule kungulli duken aty kur shkuqen. Nuk kam ndesh lulet e kungullit për t'i bërë të mbushura. Duan akoma, edhe pak. Shumë të mira dolën. Normalisht, unë kam punuar në një restorant aziatik. Dhe më duhet ajo punë, patjetër që më duhet ajo punë. Sepse njerëzit kanë shumë problem, dhe po të pyesësh të gjithë njerëzit, do thonë që po, kam pasur dhe gjithë dalin të pasur. Po të ishim pasur, nuk punonin vetëm për hobi. Dhe normalisht, djersët më shkonin e më vinin, në çdo lloj pune që unë kam filluar, kam pasur emocione. Nuk mund ta mohoj këtë gjë. Ajo ishte edhe tajlandeze, edhe hajti tani ti, por e mora këtë gatim vetëm duke parë në përgjithësi. Edhe them vërtet, e ka marrë me shumë të dyshja atë punë. Dhe unë e falenderoj shumë edhe Irisin, sepse ajo ka qenë një ndër nismëtarët e para të mijat që unë jam në këtë punë. Gjithmonë ka një person të parë në jetën tonë që na ka shtyrë, motivuar apo ka ndikuar, mund të jetë rastësi, mund të jetë zgjedhje fate me radhë. Tani, derisa të skuqen bishtat e spinaqit, së bashku bëjmë një përmbledhje, këtë qullin, edhe pse ekziston i gatshëm, Albana sapo e përmendi, është akoma më mirë kur ti e bën vetë, sepse di se çfarë i shton, kë përbërës se përqendron më shumë, kë më pak, e të tjerë.
Ja, se çfarë përdorëm ne për përgatitjen e këtij brumi, në të cilën vendosen këto bishtat e spinaqit, por sigurisht në fantazinë tuaj dhe krijimin tuaj në kuzhinë mund të përdorni gjete të tjera apo perime në shkopinj. Spinaq në brum është receta. Ju duhen gjete spinaqi, ndaj mos i hisni kur bëni blerjet tuaja, mbajini gjethet kërcenjt e spinaqit, që kanë dhe pak gjethe, ju duhet 100 gram miell, 30 gram niseshte misri. Këto përbërës, pra nga mielli e poshtë, do të bashkohen plur pjekës gjithashtu, një kokër vezë, ujë shumë i ftohtë, 180 ml, një gotë jo plot pra, një lugë çaj paprika e ëmbël, piper i kuq i ëmbël, pak krip dhe sigurisht vajin për skuqje. Siç e thash, të gjithë përbërësit përveç spinaqi do të i bashkoni, do të krijoni këtë brumin e plot, në të cilën do të vendosni kërcenjt me gjethet spinaqit. Ne do t'i servirim me një lloj salce, të cilën e përgatisim tani, ka salcë soje, mjalt dhe lëng limoni. 2 lugë pra me salcë soje, 1 lugë me mjalt dhe lëng limoni. Sa po të skuqet edhe tigani tjetër, patjetër që do ta servirim dhe do t'i shijojmë në këtë salcë, duken shumë të mira, kanë marrë dhe këtë ngjyrë e bukur të artë, edhe për shkak të piperit të kuq. Në krahun tjetër kemi edhe qepët të përfunduara dhe bashkë me to për pak minuta do sjellim edhe tavën, se duket që është goxha mirë, janë përthithur lëngjet. Tani, siç e tham, aty mund të përdorim edhe gjethe të tjera, perime të tjera te ky brumi. Si për shembull gjethet e qepëve. Qepë të njoma, që kanë këto gjethe të trasha. Lulet e kungullit. Po. Të gjitha. Pra ky është çulli primar i çdo lloj skuqje, duke mos harruar që ju t'i vendosni akull ose ujë të ftohtë. Sepse i qullet ky brumi, nëse do t'ishte i ngrohtë. I largoj të gjitha këto. E mban më të plot, nuk e lëshon brumin. Skuqet edhe pjesa tjetër, ndërkohë, çfarë kemi këtu? Unë kam edhe sallatën me kastravec, por bëjmë salcën të parën. Këtu do t'japun që të bëjmë dresingun tek ajo tajtasi vogël që e ke aty. I përzihem mirë fillimisht të gjithë përbërësit e salcës shoqëruese të bishtave. Pra shtojmë sojën. Mjaltin. Ka më shumë sojë dhe më pak mjalt. Dhe lëngu i limonit. Gjysmën apo të gjithën ta shtoj këtë? Të gjithën. Një do t'ja largoj ato. Tani bëhet një shije midis të kripurës, që është soja. Po. Pak këtë ëmbël që ka mjalti. Dhe pak a shumë, më duhet edhe mua e njëjta gjë. Pra, për salcën për dresingun e sallatës që unë do përdor, shtoj soja. Soja ka vetë krip, dhe nëse soja është tepër më shumë e koncentruar, pra më e trash, është 50 me 50 kripa, pak sheqer, piper, shtoj, unë këtu kam uthull shege, sepse është e duhura. Se kjo tani duhet të trazohet mirë prapet. Ja, edhe këtë limonin të lutem, këtu. Dale një sekund të marrë edhe një thik. Dhe. Vetëm, do më të nga perimet, vetëm kastraveca ka receta. Mos tani që janë dhe në sezon, na hidratojnë. Ky që lloji më i mirë si limon nuk pas ka fare.
prihet sallata në kubik të vegjël. Normalisht lahet mirë. Opa. Mund të shtoni mjalt, sepse është një stabilizues shumë i mirë. Lëviz edhe taljera. Një salat me kastraveca po përgatisim. Shohim kryesisht pjesën që do t'i japi shije salatës. Susam. Para përzierje Sikur susami. se kam edhe bimët aromatike që unë i kam prerë. I ke aty? Kam këtu. Ja. Okej. Ja, këtu. Majdanos. Me pjesën edhe të Patjetër, imë të kërcellit. mund të shtojmë arra, lajthi, kasius, që është zëvendësuesi më i mirë i mishit, ma sërisht. Ja. Të dolën dhe me pamje shumë të bukur, Po. të bishtat spinaqit, si ta me gjethe, Gjithçka, zhytura në brumë gjithçka. të përgatitur vetë. Ndërkohë, tani besoj se Ja të është marrë dhe plotësuar tavën. kryeza jon, do të sjellim edhe tavën, këtë do ta përdorim kur ti konsumojmë. Edhe limonat këtu. Sallata me kastravec, me gjithë salcën që u përgatit, është një nga sallatat më të thjeshta, më freskuse, hidratuse të këtyre ditëve, kështu që përdoren edhe në ujë kastravecin, ka shumë mundësi që t'ju hidratoj. Dhe në drek kemi tavën. Pra, mëngjes drek, dark është në tryezën tonë. Një ditë e plotë. Tava duket shumë e mira për t'i lëngjet, ngjyra e specit po ashtu mbizotëron. Ja, vendosim edhe salcën shoqëruese të spinaqit në brumë. Po të dua me vendosim këtu, ku të mundemi ne, sepse shkon. Shkon dhe tek qepët. Po. Të qepët e mbushura. Kemi- Lumshin duart. Kjo është tryeza jon për sot. Recetat të ndara veç e veç se cilën, me mënyrën e përgatitjes, do ta gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube Rezetielli, po ashtu dhe në rrjetet tona sociale. Shihemi nesër me të tjera receta të lumshin duart për sot. Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë do t'jemi pas pak në rezen ton, pas fleshit informativ. Ju pres. Bukuria ka evoluar, edhe sot ajo nuk lidhet vetëm me pamjen, por me mënyrën se si ndihemi me veten. Në një kohë kur gratë kërkojnë gjithnjë më shumë naturalitet, cilësi dhe përkujdesje profesionale, emra prestigjos të bukurisë ndërkombëtare po bëhen pjesë edhe e tregut shqiptar. Një prej tyre është Aldo Coppola, simboli i elegancës italiane, artisti italian që revolucionalizoi konceptin e flokëve natyral, elegant dhe plot dritë. La grande passione che ci dà la carica, perché il nostro lavoro è un sogno. I njohur për teknikën ikonike Shatush, për filozofinë e bukurisë së rafinuar dhe për përdorimin e elementeve natyral në trajtimet e flokëve, Aldo Coppola u kthye për vite me radhë në simbol të luksit italian dhe një emër i lidhur ngushtë me Fashion Weeks, kinemat dhe botën e modës ndërkombëtare. Por tashmë, konceptin e Aldo Coppolos e gjejmë edhe në Tiranë. E sjell nga Italia, nga një vajzë dukagjinase, një sipërmarrëse elegante, pasionante, vizionare, e cila besoi fort se po, edhe gratë shqiptare meritojnë të prekin standardin premium të bukurisë italiane. Përshëndetje Arta, mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Sa bukur. Ti ke këmbgulur prej kohësh për ta sjellë edhe për gratë shqiptare, kështu që do doja shumë Shumë knaqësi.
të merrem shumë informacion se çfarë përfaqëson ky koncept i ri i bukurisë, elegancës edhe naturalitetit. Po, me shumë këqësi do të flasim, do të shpjegoj gjitha. Le të ulemi atëherë. Për të mësuar rreth këtij koncepti ishte një aventurë për ty për ta sjell edhe në Shqipëri, çfarë të kuriozoi apo çfarë të frymëzoi për ta sjell këtë brand edhe për vajzat dhe gratë shqiptare? Po, ishte një dëshirë shumë e imja, sepse unë besoj shumë fort në këtë produkt nga se jam rritur, jam ndihem me familjes. Edhe duke njohur bukurinë shqiptare, vajzat shqiptare që janë shumë të bukura, kisha një dëshirë të madhe që ta bie një gjë që është pak më e avancuar nga gjëra që shikojnë në Shqipëri. Edhe kisha kënaqësinë që çdo femër të ketë gjën, produktin, bukurinë e vet natyrale, që ta vlerësoj edhe që ta di që ajo është vërtet shumë e bukur në mënyrën e vet. I kam filluar nga zero, domethënë, sepse kur fillova shkollën, kisha qef që të bëj edhe praktike në një vend, domethënë ishte një pjesë që më shtynen që të filloja direkt te Kopola dhe mbet aty për këtë vite. Por domethënë gjëja që pjesa më e parë që më ka kapur tamam ishte sepse Signor Aldo ishte lulja e tij e preferuar, ishte trandafili. Edhe trandafili ka qenë gjithmonë. Është edhe simbol në të gjitha sallonet që është ndërtuar në emrin e tij, rreth e përshar. Ka qenë lulja e tij e preferuar, edhe kur ndigjova gjën e parë që më thanë të lulen, sepse unë adhuroj shumë trandafilin. Edhe kjo pjesa më bëri çik më kurioz që të hin botën e Aldos. Unë nuk kam pas fatin që ta njoh Aldon, sepse e ka vdekur përpara. Por ka lënë një skuadër shumë fort që heca la përpara shumë një mënyrë pasion shumë të madh. Me këtë emër prestigjos kanë të njëjtat detaje, kanë trëndafilin si simbol, kanë këto detajet e abazhurve fantastik apo këto dorezat, pra kanë ruajtur atë konceptin autentik që ai kishte krijuar. Një skuadër shumë e fortë. Përveç Italisë, ky emër gjendet edhe në shtete të tjera, përveç se vendeve kryesore. Në Dubai, e kemi hapur, nuk ka shumë kohë në Dubai, është në Katar, është në Rusi, kemi 4 mos gabosha, kemi në Lugano, në Monte Carlo, kemi ca vende. Kështu që edhe ne duhet të jemi shumë krenar që edhe në Shqipëri tashmë gjendet. Po, edhe kisha qef shumë që të jetë edhe në Shqipëri. Por në fakt, hera parë që Kopola hap një pikë shitje, se s'ka ka bërë asnjëherë, gjithmonë ka hap vetëm si allon direkt. Kjo këtu është edhe pikë shitje apo jo? Po, kjo është pikë shitje që do të jetë për parukierët që kanë dëshirë që ta njohin, të kenë kontakt me produktet, të njehin një çik filozofin Aldo Kopola. Cila është, mund ta shpjegojmë pak, cila është filozofia e Aldo Kopola? Unë e përmenda vetëm, le themi, teorikisht, por praktikisht do të njohim disa prej koncepteve të tij, e cila ka përballë ose emërus të përbashkët naturalitetin. Aldo ka pas filluar me prerje që ishte pjesa kryesore tek një fermer. Prerjen e flokëve. I pari që kishte prerë flokët në të thatë. Po. Edhe i pari që çdo gru të ketë një prerje të vetën, mos të jenë 2 gra me të njëjtën prerje. Domethënë çdo person ta ketë një gjë që është për ty. Pastaj kemi fillu me ngjyrat, me Lene, që ishte Lene, filloi ishte i pari që e kuptoi se edhe Lene mund të bëjnë thinjat, që mund t'i bësh thinjat, po, këneja, që mund t'i bësh thinjat që t'jenë të rrinë pak refleks, po t'jenë bukura, që ta dhurosh edhe ta valorizosh gjën tënde natyrale, sepse me kohën ti po shkon të thinjat, edhe thinjat që dish t'i vlerësosh në mënyrë natyrale, por është kjo pjesa e tij ka qenë që t'jetë linja shatush përfshin bojrat, kremrat e flokëve, po, linja shatush, ka Lene, që është ajo pjesa sipër, pastaj janë shampot për të gjitha llojet e tipeve. Janë edhe, kemi bërë edhe color oil, që është një ngjyrë bërë me vojë ullieri, që të lënë, nuk ka oksigjen shumë të alt, edhe të lënë flokën shumë të mirë, do të thënë nuk bën damas për rënien, sepse pak a shumë po fillojnë njerëzit të jenë edhe shumë alergjik, sepse bëjnë ngjyra shumë kimike. Edhe nëse bën me kohën që të shkosh në çdo 3 javë bësh ngjyrën, do të thënë e aceron atë pjesën, edhe nëse fillon bësh me ngjyrat natyrale,
sa më mirë. Edhe pse bukuria ka evoluar shumë, bëhet qefi që rikthimi tek naturaliteti është një mas në ditët e sotme. Nuk është se një gjë mirë për shëndetin, domethënë, rrezikon shumë, si për shembull keratina që bën dikur që ti bajnë flokë të drejta. Në sallonet Aldo Coppola nuk i gjen sepse është një gjë shumë kancerogjene. Që ndërkohë këtu përdoret në mas kam dëgjuar, dhe prej vitesh. Pra keratina është e dëmshme, ka përbërës. Ka dy keratina, sepse ka keratina që janë biokeratina që janë nimon flokun, por ajo keratina që ti drejton domethënë është shumë okej, për klientin e ban edhe i herë edhe iken, por për një parukier që janë gjithë ditën aty janë shumë kancerogjena. Si ta menaxhosh Arta? Ndërkohë jetën e ndan mes Italisë dhe Tiranës tashmë. Për momentin tani do vi edhe do jetoj pak a shumë deri në tetor, do vim gjithë që t'jem pak a shumë, por një jam atje sepse jam puna atje dhe do t'a bëj kështu 2-3 ditë në javë, 2 ditë të vi, do të ka një rëndësi që një dikush të vlerësoj sikur ti ke qef ti e vlerësuar në një vend. Arta, ti nga Dukagjini, apo jo? Po, nga Dukagjini. Kur je larguar nga Dukagjini për në Itali? Në cilën moshë? Sa po bëra 18 vjeçe, kam ikur nga Dukagjini edhe kam ikur në Milano. Në fillim t'isha në Pavia, më në shkova në Milano. Por unë kur ika nuk dija italishtën fare, domethënë. Por fillova këtë gjeta, bëra pak vështirësi që gjeja akademian, sepse nuk merreshin persona se nuk dije italisht. Edhe me kohë pastaj gjeta një dishi zoti më ndihmoj që ta gjeja, por është një akademia se bëhen 3 vite, sepse atje bëhen do bash 3 vite shkollë. Por pastaj direkt sa gjeta shkollën, e një shoqimi më ushi me më thotë, vazhdo thotë, mund shkosh te Coppola thotë që të bash stazh, që ndo të rrisin ata direkt. Po i thoshe, ku më mërë Coppola një vajzë pa ditur fare italisht, domethënë ishte. Domethënë nga Dukagjini kam shkuar direkt në via Monte Napoleonit. Edhe më kanë rritur ata, domethënë në çdo lloj aspektit, edhe në italisht në më vjen shumë mirë kur ishin punëtorët edhe ulçën më tregoshin Arta, kjo thuhet kështu, kjo thuhet kështu. Po gjëja më vështirë që kisha kur më thoshin për një gjë, më thoshin 2 emra. Si për shembull, aty më shoh zot, jam tu menu një që ta mësoj, pse do ma kërkojnë 2. Si e kujton ti fëmijërinë? Prindrit me çfarë marr, si vendosën për t'u larguar, sa të kanë mbështetur ato pastaj në këtë rrugë që ti ndoqe? Tani është shumë e vetmuar si vend, por unë kur ikja, domethënë ishte shumë e ëmbël si vend. Edhe kisha, domethënë ika dhe kur kthehem tani ndihem shumë më vjen si gjënaf, se vëm sa keq e bukur që është edhe të kështu, po merr shumë malli për Dukagjinin. Si menaxhon Arta kohën? Se je nënë 2 fëmijëve apo jo? Po. Çfarë moshe kanë ato edhe sa ju mungon ti? Sa orë je në shtëpi me këtë intensitetin e punës? I mungoj shumë, besoj si çdo mamë që punon. Por mundohemi që ta bëjmë të 2 bashkë, që t'jemi unë ose ai që t'jemi prezent, sepse djali po bën 5 vjeç, kurse vajza 2 gjys. Më thënë janë ala shumë vogël që kanë nevojë për prindrit edhe të jenë afër. Është që bashkëshorti e mbështet dëshirën, pasionin tënd për këtë. Ai ka bërë, domethënë ai më ka bërë që ta bëj gjithë këtë pjesën që të realizoj. Sepse në fakt ai nuk e kuptonte edhe shumë herë batë mënera me mua në fillim se thotë sa jetin punë, sepse derisi bara mami unë nesha shumë deri në vonë, nesha në punë edhe punoja gjitha. Ditë pas më ka thënë unë do të më mbështes gjithmonë sepse ti je dashuruar për punën tënde. Sepse unë kur preku kokën e një gruaje, një personit, kur marr kura për flokun, për skalpin, për bukurinë e një femre, që kam qejf që çdo gjë që ta qes atë bukurinë, që ta shohun me syrin tim, ndoshta nuk është gjithmonë e përshtatshme, por unë që ta menoj edhe ta qes atë bukurinë që ndoshta ti nuk e shef ose unë do bëj diçka që ta qes, që do ta vlerësoj atë bukurinë tënde. Përpara se të nisim një trajtim, e përmend edhe ti që është i rëndësishëm diagnostikimi i skalpit. Pse është i rëndësishëm? Po, është shumë e rëndësishme që ta dish që me çfarë do të trajtojnë ty, sepse nuk mund të vëjnë çdo lloj produkti në kry. A dhe është shumë e rëndësishme që dihet se klienti është alergjik apo jo, sepse jemi edhe shumë alergjik kohë të fundit personat. Kështu që kur shef skalpin, kupton që mund të bëjnë ty, si do ta trajtoj,
cili është produkti i duhur. Sepse me mikrokramera, që ka emrin që është testi i skalpit, e shefin thellësi se pse të vjen ty kjo pjesa. Edhe do ta kuptosh që ta trajnosh mirë, që ti ndihesh mirë. Cilat janë gabimet që bëjnë gratë në kujdesin e flokëve, qoftë në ngjyrën, qoftë në krejë, në preje, në të gjitha këto konceptet? Kjo është një pjesë që, domethënë kur i shoh, më vjen, domethënë janë hin një klient edhe janë pak a shumë gjitha njësoj, domethënë nuk është se është një bjond gjithë njësoj. Edhe është një ngjyrë, është pak a shumë kjo. Edhe duhet që ta kuptoj se cila shkon në ty ose cila nuk shkon në ty. Më ka ndodhur para disa vitesh, ishte një parukier që deshte e ti ishte bjonde, ishte spuna ime, platino bjonde, edhe shofën e tomë shife, mu vjen keq, por unë nuk ta bëj, sepse unë e di rrezikun që ban dekolorimi, edhe në raj dekolorimi do ishte mirë që mos bëhet, sepse paka shumë në profesionistat e dim se çanol. Edhe më thot, jo, do më thanë më ban shumë manevra me mu, sepse unë refuzova. Edhe kishte ikte një tjetër, dhe ajo kishte bërë ajo parukjeri aty, edhe u këthyt u kjatë. Dhe më thanë, unë isha në Korso Garibaldi, edhe po qante, më thotë. Wow, thotë, edhe më rokë, më thotë, dhe më thanë, ishte aq emocionume, edhe po më falenderon të sunë si e bëjë, edhe thashtë që mu më vjen vërtet shumë keq. Por, kur një profesionist thotë që mos ta bësh një gjë, është një vërtet. Kam vërë një gjë shumë çuditshme për mu, sepse në Shqipëri, djemt shqiptarë janë gjithë pa flokë. Edhe janë të gjithë paka shumë njësoj, sepse unë besoj se shampo që përdoren janë shumë kimike, edhe e zgrasën shumë pjesën e rënjes, edhe i bën që të binë flokët, edhe janë shkret shumë gjithë pa flokë janë. Dikur ne burrat shqiptarë kishin gjithë me flokë, plot flokë kishin, kurse tani kanë shumë pak flokë, dhe besoj se du merren ma shumë kura për veten e vetë, për këtë pjesën e kurimit të flokëve. Do më thuash disa emra me të cilët ke bashkëpunuar dhe të kam bërë përshtypje për pjesat që kanë patur? Personin e parë që kam bërë ka qenë Pavla Barale. Edhe unë jam tip që kam qef shumë që jo të rrezikoj, po që ta sfidoj veten. Edhe unë sapo kisha filluar të, domethënë, Korso Garibaldi, edhe po një gjoja se donte bante bishtaletësat. Ajo ka një stil shumë veçantë, edhe kishte qef që të bete bishtaletësat edhe, po nuk e dija se kush ishte Pavla Barale. Edhe më thotë, po një gjoja po më thotë, du të bëj disa bishtaletësa, po nuk i din as kush të bëj ato që duone. Edhe në një gjoja i thashon, a mund të bëj jone? Më shef mua jo. Unë kisha, domethënë ishte java parë që kisha fillu. Më thotë, po, thotë, a din thotë ti pashë? Thash, po mirë, ta bëj provë, thashën. Edhe domethënë aty, po besoj ashtë edhe shumë person që sjell fat ajo. Edhe aty fillova unë që të bëja Pavlen. Pastaj që në atë moment Mauro, që ishte direktori i salonit, kishte qef që në shkoja në show, sepse ne bëjmë 2 herë në vit show, bëjmë në pranverë dhe vjesht dimër. Edhe aty domethënë kam pas fatin, por në vërtet kishte edhe momente që ishte në famoza dhe nuk i nifja, sepse nuk i nifja. Domethënë nga duka gjini atje nuk kisha si ti nifja. Por kam pas, për shembull, kam pas persona që kam bërë, që kisha kontakt, por nuk është për mua është një klient, edhe nuk ka se kam shumë problem. Ki një mesazh për vajzat dhe për gratë shqiptare? Po, një mesazh që t'jenë, që të vlerësojnë shumë bukurinë e vetë, që kanë bukurinë që Zoti ka falë, që të rrinë në standardet e bukurisë vetë një mënyrë shumë naturale dhe shumë bukur, sepse jemi vërtet shumë bukura ne shqiptarët. Unë për vete jam shumë krenare për vajzat shqiptarë, sepse jemi shumë bukura.
Përshëndetje, mirë se erdhët në Reze Dielli. Në këtë hapësirë do t'ju tregojmë një ide inovative. Besoj të gjithëve na ka ndodhur që të kemi patur nevojë urgjente për një mjek, për një profesionist, dhe të humbim kohë të tëra në internet, të googlojmë, të gjejmë mjekun që na duhet për problemin shëndetësor që kemi për veten apo për të afërmin ton. Në një kohë kur me një klikim blejmë ushqime, na vinë në shtëpi, me një klikim bëjmë pagesa, me një klikim të vetëm rezervojmë udhëtime, pse të jetë kaq e vështirë për të gjetur mjekun dhe për të lënë orari dhe për të mos mbetur peng e radhëve të gjata në për klinika, kudo ndodhen ato, si në Tiranë, ashtu dhe në qytete të tjera, apo në zona më të largëta. Për këtë arsye, është krijuar një platformë inovative, një risi, një platformë shqiptare që quhet Alo Doktor. Pikërisht kjo platformë synon ta bëjë më të thjeshtë dhe më të shpejt lidhjen mes pacientit dhe mjekut. Pikërisht për këtë ide inovative do të flasim me një prej themeluesve të Alo Doktor, Erando Çiko. Mirë se erdhe, Erando. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit që zgjedhët ta ndash me Reze Dielli këtë ide të le themi të re për shoqërinë tonë, edhe do doja të dija si të lindi, kishte ndonjë indicje si të lindi kjo ide për të sjellë Alo Doktor, këtë platformë? Desha t'ju falenderoj ju që na dhat mundësinë të jemi më pranë publikut fal ekraneve që sot vlerësohen shumë. Dhe për idenë e platformës ishte thjesht nevoja, domethënë ajo pjesa ku emigranti që vjen si që jemi ne ande jashtë shtetit nuk i njohim doktorët këtu, ose është pak e vështirë gjetja informacioneve dhe vendosëm që të zgjejmë një zgjidhje për këtë problem, kështu që vendosëm ta krijojmë Alo Doktor pikal. Ti jeton prej vitesh në Zvicër apo jo? Po, tashmë u bën shumë vite. Je nga Korça me origjinë? Me origjinë nga Korça. Kështu që një pjesë të familjes e ke këtej, je larg, kështu që të është dashur siç e bëra dhe hyrjen që t'ju vish në ndihmë kur ato kanë nevojë për një mjek. Po, pikërisht prindrit janë akoma në Korçë dhe si të gjithë ma mërmendja e njohin këtë problem, nuk pranojnë të largohen. Por ideja e Alo Doktorit ishte për t'ja u thjeshtësuar pak të punën e mjekëve dhe pacientëve në të dyja krah, domethënë jo vetëm pacientëve, po edhe mjekëve, sepse edhe ata ne e kuptojmë nga një ngarkesë që mbase nuk është e nevojshme të bëhet për shkakun se sot janë të gjitha zgjidhjet e mundshme. Kur ka një kalendar apo një platformë që i disiplinon dhe i organizon të gjitha oraret, një lloj kalendari le të themi ne për punën ditore të mjekut. Kjo eksperiencë në përbot është aplikuar prej vitesh apo jo? Për ne na duket e re si platformë. Tashmë platforma si puna e Alo Doktor ekzistojnë janë të shumta. Mirë, po fal teknologjisë sot të gjitha gjërat bëhen më të thjeshta, qoftë për pacientin apo edhe për mjekun edhe për kohën e të dyve. Po, le ta shpjegoj më konkretisht se çfarë problemi përpiqet që të zgjidhë kjo platformë Alo Doktor. Atëherë, platforma zgjidh dy probleme, siç ishim duke folur më sipër, po marrim pjesën e klientit ku ndonjëherë do t'i duhet kohë të shkoj në klinik, të kthehet mbrapsht për disa arsye që publiku i di shumë mirë, nuk është doktori këtu, hajdeni më vonë, telefononi më vonë, dhe të gjitha këto e bajnë pak atë përditshmërinë më të lodhshme, sepse edhe nga ana e pacientit, edhe nga ana e mjekut, koha është shumë e vlefshme. Në kohën që humbet për disa gjëra që mund të zgjidhen sot, ajo kohë mund të shfrytëzohet nga ana e pacientit për familjen e vet ose punën ose për ditëshmërinë, edhe nga ana e mjekut për të fokusuar në profesionin që e ka bërë me pasion, jo për të marrë pasaj me gjëra që ja humbin kohën. Me këtë ritëm frenetik që jemi duke jetuar të gjithë, ku ka më mirë se të jemi të organizuar mbi të gjitha, të kemi një disiplinë dhe kështu që kur unë kam lënë orar me X doktor, e di që në atë orar ai më pret dhe është vetëm për mua. Do doja me shumë kuriozitet tani ta zbulonim për publikun, duke qenë se folëm teorikisht se si do të shkurtohet kjo kohë, si do të funksionojë, a është e mundur për të gjithë të jenë pjesë të hynë në këtë platformë. Çfarë hapash duhet të ndiqen, kështu që mjafton të keni telefonin apo kompjuterin, kudo që jeni, funksionon dhe për diasporën, apo jo, Erando? Kjo është pikë shumë e madhe dhe shumë e bukur, domethënë sepse diasporës i ndihmon
edhe kur vinë këtu, për shkakun se platformat të tilla edhe në fushpamje, në vizual janë të njohura, edhe atje ku janë mund t'i ndihmoj për shkakun se ekziston edhe një mënyrë e videokonsultimit që të bëhet pak më profesionale ajo vizita që ndonjëherë kalon edhe në për WhatsApp apo platforma të tjera, as pak të sigurta për çështjen mjekësore, sepse ka disa sekrete që nuk mund t'i flasim kudo. Tani me kuriozitet dhe kamera do të na ndihmoj, të regojmë se si do të ndiqen hapat, pra në Google do të klikoni, do të shkruani alo doktor, do të zgjedhim prej dy opsioneve që na shfaqen aty, jam pacient apo jam mjek? Po, pikërisht, po fillojmë në fillim me pacientin për shkakun se duam të sqarojmë diçka në lidhje me vështirësinë, e kemi bërë sa më të lehtë të mundshme duke filluar të anashkalojmë çdo klikim të padobishëm. Bukur fort, që mund ta përdori kushdo, edhe ata që s'kan shumë informacion në teknologji. Për këtë punë kemi bërë që edhe mos lodhen duke krijuar akaunte ose duke krijuar adresa që sot shumica përtojnë, e kemi thjeshtësuar me 2 klikime, vazhdoj me Google, thjesht e bëjmë vazhdo, edhe këtu jemi në profilin ton të pacientit. Si që shapur tani rezervon takim mjekësor në Shqipëri. Po shkojmë në specialitetet ose në emri, të cilat mund të shkruajmë çfarë neve duam ose çfarë sistemi propozon, domethënë në platformë ndodhen të gjitha profesionet e shëndetit, nuk ka disa janë, disa nuk janë. Jemi munduar që ta bëjmë sa më të gjerë listën me mjekët që janë të verifikuar gjithmonë, përderisa mjekut i shfaqet baxhi i verifikuar, është i verifikuar nga institucionet shtetërore me mënyrat që na ofrohen sot në Shqipëri, të cilat janë shumë të sakta. Pra nëse duam kardiologun, nëse duam dentisti, ginekologun, psikologun, ortopedin, urologun, gastroepatologun, të gjithë listën e specialiteteve. Janë pothuajse 60 specialitete, dhe do shtohen akoma më shumë, verse këto i kemi patur si informacion nga listat që ne kemi shtuar. Edhe pse nuk janë të gjithë me akses të personalizuar, si i thonë, por lista është komplete me informacione të verifikuara që jemi lodhur pak duke i gjetur nga shumë vende për t'i grumbulluar dhe për t'i ofruar mundësinë pacientit që kur t'i jetë në platformën e alodoktor.al të ketë informacionin e sakt, jo të Partit adresa e sakt, vendodhja, specialitetit, të dhënat. Tani vazhdojmë me hapat e tjerë. Pra, do zgjedhim një specialitet. Çfarë na duhet ne si pacient? Hapat e tjerë, po nisim me një mjek të përgjithshëm, ose një dentist, ose diçka që na nevojitet në atë përditshmërinë tonë, si i thënë. Po. Pra, kemi zgjedhur mjek të përgjithshëm në Tiranë. Sepse në kryeqytet gjithmonë janë gjërat pak më të vështira për të gjetur, domethënë. Tani një detaj që po shoh Ferrando është në anën e djathtë të faqes, platformës, është harta. Pra ju keni punuar në 2 drejtime, jo vetëm për të dhënat për të treguar 1, 2, 3, 4 të mjekut, por edhe sistemin e orientimit që pak a shumë nëpërmjet hartës të orientohet pacienti qytetar që do shkojë direkt te klinika. Edhe ato janë të gjitha pikat që ju shihni në art, mund të klikojmë te njëra dhe del direkt adresa në një nga pikat këtu të hartës, pra direkt vendodhja e mjekut. Atëherë, për shkakun se sot është pak e vështirë edhe adresat në Shqipëri janë pak të pasakta krahasuar me përditshmërinë tonë që kemi parë jashtë shtetit, kushdo që ka dalë nuk është personale, mirë po, e kemi thjeshtësuar, si i thonë, sa më shumë t'jetë e mundur me disa detaje në adresë që ndoshta do ishte më lehtësim për publikun, po marim shembull rruga e Kavajës përballë
filan supermarketi që njihet pak më shumë, domethënë. Një orientim më i detajuar. Megjithëse sot me GPS-at, me hartat orientohemi shumë mirë, po mjafton të dim parafërsisht se ku ndodhet klinika apo mjeku përkatës dhe qytetarët besoj se do ta gjejnë, se do të kenë një ndihmë tjetër. Vazhdojmë me hapat e tjerë që t'i tregojmë nga afër. Në profilin e profesionistit janë detajet e tij, adresa, kontakti dhe në tabelën djathtas kemi rezervimin e takimit që do mundsohet online, shkaku që është krijuar edhe platforma. Janë disa apa që janë shumë të thjeshta. Pra, vendi i takimit në klinik ose videokomunikim. Domethënë mund të jetë edhe nëpërmjet Po, patjetër, është e mundur. Jo. Këtu ndryshon pak kjo puna e videokonsultimit, sepse videokonsultimi do ndodh në një adresë, domethënë në një adresë të caktuar, është një link i personalizuar për çdo takim dhe me një kohë zgjatje të caktuar. Domethënë është komplet është punuar privatësia për shkakun se janë të ndjeshme bisedat që ndodhen aty dhe një gjë e rëndësishme që desha të theksoj për videokonsultimin është sepse nuk regjistrohet absolutisht asnjë gjë në serverat tonë. Edhe kjo është një pikë mbase negative për doktorin sepse nuk mund t'i themi çfarë është folur apo nuk mund ta rishikoj, mirë po na ndihmon në atë privatësinë që çdo gjë për të ruajtur kufit e privatësisë, edhe për pacientin edhe për mjekun. Pra, dy mënyra, ose në klinik ose videokomunikim me këto detaje që përmendi Erando. Zgjedhim për shembull në klinik, duam të shkojmë te klinika e mjekut të përgjithshëm që kemi zgjedhur. Etapat janë vendi i takimit, lloji i takimit, të gjitha të personalizuara nga mjeku vet. Domethënë ai vendos çfarë konsultimi bën, sepse nuk mund të zgjedhim konsultime bazë për një dentist ose për një... nuk janë të ngjashme, domethënë, përse për demonstrim... Opsionet është konsultim i përgjithshëm 20 minuta, kontroll, urgjencë 30 minuta, konsultim i parë 45 minuta, pra është pikat e tjera, detajet e tjera të llojit të takimit. Kalojmë te pika tjetër, zgjidhni orarin që është më i rëndësishmi tani për cilin po flasim, zgjidhni orarin e përshtatshëm për kë ju rezervoni për veten apo për familjarin tuaj. Që do jetë shumë e dobishme për shkakun se moshat e thyera nuk janë shumë në atë teknologjinë, si e thonë, përse fëmijët që janë gjithë ditën sot nëpër ekrane, është shumë e thjeshtë duke i dhënë këto orare, din fëmijët, ato kanë për detyrë vetëm të shkojnë. Se është ndonjëherë pa mundur t'i bindësh që shko, bëj një vizitë se të kam lënë një orar me X doktor. Tu do na duhesh e pak ajo videokonsultimi, pak më shumë domethënë. Kur ata nuk e kanë të mundur, për shkak të moshës, për shkak të eksperiencës ose të kësaj për shkak të përtesës, rezistencës që bëjnë ndaj nesh edhe për të shkuar tek mjeku. Tek hapi tjetër i pestë është lloji i pacientit. Pra nëse është një pacient i ri ai që po hyn dhe po rezervon një takim apo është një pacient ekzistues i cili ka një eksperiencë këtu. Po, sepse normalisht ka doktor që është rasti disa mjekëve nuk pranojnë pacient të rinj. Dhe nëse mjeku e mbyll këtë opsion, ne do na shfaqet vetëm pacient ekzistues ose nuk mund të rezervojmë me këtë doktor, ne të gjejmë dikë tjetër. Domethënë janë komplet të menaxhuara nga pjesa e mjekut tani. Ne po shohim vetëm çfarë na jepet mundësia nga mjekut. Pra shohim ka apo jo orare, ditë të caktuara, orare të caktuar që ai është apo jo i mundur për të na pritur. Dhe hapi fundit një shënim që mund të lëm aty që kam menduar që këtë konsult me këtë mjek e kam zgjedhur për këtë arsye shëndetësore. Pra i japim 2-3 detaje të shpejta që edhe mjeku të ketë mundësi pse jo ta përgatisi pak a shumë edhe veten, por e ta njohë sëmundjen apo problemi me cilin vjen pacienti. Pikërisht, por nga një anë tjetër e kemi lënë opsionale, domethënë nuk mund ta detyrojmë klientin të flasë sepse nuk do të flasë direkt me doktorin dhe është absolutisht. Arsyen e lënies së rezervimit të orarit. Me këto 4 etapa apo 5 etapa të plotësuara që nuk, siç e tham në fillim, mund të marrin disa sekonda, na morën pak më shumë për shkakun e shpjegimit, mirë po me një klikim të vetëm, domethënë gjithçka mbaron dhe në këtë moment doktori jashtë në djeni që ne kemi mbyllur takimin për në orën e caktuar dhe ditën e caktuar. Bukur fort. Kjo është pra mënyra se si do të funksionojë kjo platformë inovative në Shqipëri dhe në diasporë që quhet alodoktor.al. Ju kërkoj tani që të merrni telefonin apo të merrni
kompjuterin dhe të aprovoni, është shumë e thjeshtë, të rezervoni dhe të zgjidhni një prej, le themi, profesionistëve që ndodhen aty në listë për atë çfarë ju keni nevojë. Sidomos dhe për personat në diasporë, sepse Erando e shpjegoi, kjo ide erdhi pikërisht nga arsyet e veta, duke u nisur nga ana e vet familjare për të lënë një takim të ardhmë prindërve, një që është e pamundur për shkak të emigrimit të shumë familjeve tona, prindrit i kanë vete, edhe një herë ju do të ndiqni tani të gjitha hapat që ne kryem dhe zhvilluam këtu në tryezën tonë për mënyrën se si do të rezervoni një takim në platformën Alo Doktor. Si fenisa thjesht është për 10 sekonda. Pikërisht edhe kjo që u pa në ekran do jetë pas disa muajsh ose pasi ta kemi përdorur platformën jo më shumë se 3-4 herë, pas jemi të bindur që rutina është në këtë. Deri më tani, si e shef feedbackun? Le të mjekëve që janë qasur me këtë platformë. Sinqerisht kemi qenë të surprizuar sepse nuk ka shumë kohë që platforma është në treg, edhe pse kemi shumë kohë që punojmë për të realizuar. Ka qenë vërtet projekti më i madh deri më sot që kemi bërë. Mirë po, ka qenë shumë i mirë sepse e kemi lehtësuar punën e disa personave që nuk kanë qenë, domethënë, të adaptuar me teknologjinë fare, po ishin akoma në ajo pjesa me lapse dhe letre dhe me fshirje të takimeve ose shtime të takimeve që bëheshe disi pak më e rëndë, si thonë, edhe nuk ishte as pak komoditet, si thonë. Kurse në momentin që menaxhojmë klinikën në kompjuter, jemi edhe pak më rehat për veten sepse themi, okay, ja arrita mos kem 400 letra për sipër edhe... Absolutisht. Ndërkohë, të flasim pak për anën tjetër tani, të Alo Doktor Pro, që është, le themi, ana tjetër e kësaj platforme dhe që prek mjekët, është një kalendar, një lloj sekretarie online që i organizon ata më së miri, janë ndanë mirë ato oraret, nuk kryon ato radhët, dhe nga ana tjetër pacienti është akoma dhe më i organizuar, sidomos ai diasporës, ai që është këtu brenda vendit, lë atë takimin, e di që ka orarin e vet, nuk pret aty te stoli më radh. Pikërisht kjo ishte ajo ana tjetër e monedhës, si të themi, që njëra ana është e pacientit, tjetra është ati që do ta presi. Por doktorit i ofrojmë një panel komplet administrimi për klinikën, mbase edhe ndonjëherë do na duhet të përdorim shumë programe me pagesë që të menaxhojmë kontabilitetin, që të menaxhojmë kalendarin, apo që të menaxhojmë oraret, apo videokonsultimet, në qoftë se ekziston ndonjë që i përdor. Mirë po, të gjitha janë të menduara nga profesionistë të kësaj fushë, në të dyja, edhe nga profesionistët e shëndetit, edhe nga profesionistët e sekretarisë, që i kanë studiuar pak më me detaje këto tema dhe kemi vendosur aty një plan që do t'i konvendonte çdo profesionisti të shëndetit. Domethënë nuk e kemi adaptuar vetëm për dentistët ose vetëm për një kategori mjekësh, po për të gjithë jemi munduar, domethënë, që të gjithë ta gjejnë vendin e tyre aty, si të them. Bukur fort. Unë ju uroj shumë suksese, vërtet i duheshe shoqërisë Shqipërisë kjo platformë, aq më tepër që do të jetë e shtrirë kudo. Ju duhet vetëm të mirë mendoni edhe të bashkojnë sa më shumë mjek, pse jo? Ishte platformës Sirja është edhe për pacientët, edhe për mjekët, që duan të organizojnë oraret. Numri është i konsiderueshëm i mjekëve, mirë po nuk janë të gjithë, dhe sa më shumë mjek të jenë, aq më shumë do lehtësohet, si e thonë ajo, përditshmëria e gjithkujt, sepse nuk e kemi hapur këtë platformë për t'ia lehtësuar jetën vetëm një qyteti ose vetëm një profesionisti, por është e krijuar për të gjithë dhe pse jo për t'u hapur pasaj në të gjithë Shqipërinë dhe të gjithë të gjejnë atë vendin e tyre. Edhe në zonat më të largëta. Do shpëtojmë nga radha në radh parë, e dyta, secili ka kohën e vet, do të respektohet koha për çdo pacient, sepse ndryshe dëgjojmë më mbajti pak minuta, doja të flisja edhe diçka tjetër, po s'kishte kohë, më përcolli shpejt, kështu që aty është e përcaktuar minutazhi, sikundër e ndoqën përmes hapave, ndaj ju ftojmë të bëni pjesë e kësaj platforme. Shumë suksese, Erando, të gjithë ekipit tuaj që keni punuar për këtë platformë. Shpresojmë të jetë një zgjidhje dobishme për të gjithë, jo vetëm për
një anë të monedës. Edhe një suksese. Ne do të përshëndetemi së bashku, ju urojmë një ditë të bukur, kalofshi mirë, vazhdoni me programacionin e Report Televizion.